Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se po ndryshojnë politikat në aspektin e sanksioneve ndaj politikanëve të sanksionuar në Ballkan, qoftë nga Departamenti i Thesarit, ashtu edhe nga ai i shtetit. Së fundmi, Departamenti i Thesarit ka hequr nga lista e zezë 2 politikanë nga Ballkani, sipas vendimit zyrtar. Në lista e sanksioneve të SBA janë nxjerrë ish presidenti i Republikës Srpska Milan Milutinović dhe Bogdan Subotić nga Bosnjë-Hercegovina, që janë në listat e zeza prej më shumë se 2 dekadash. Milutinović është ndar nga jeta 2 vjet më parë. Departamenti i Thesarit ka aplikuar sanksione disa vjet më parë edhe në Shqipëri dhe duket se ndryshimi i politikave mund të jetë një lajm i mirë për të sanksionuarit. Pak javë më parë u hoqën sanksionet edhe Antal Roganit, një bashkëpunëtor i afërt i Orban, që ka mbajtur detyrën si shef kabineti që nga viti 2015. A ka shpresa për Berishën? Personat e sanksionuar që kanë dalë nga lista e zezë e SBA, kryesisht janë vënë në sanksione nga administrata demokrate, masat e aplikuara në ato kohë nga administrata amerikane kishin si synim të shënjestronin persona politik ose jo të lidhur me rastet e korrupsionit apo që cënonin demokracinë. Në këtë kuadër u sanksionua edhe ish kryeministri Sali Berisha, politikani më i lartë që u përfshi në listën e zezë të SBA-s bashkë me familjen e tij. Por duket se Departamenti i Thesarit në SBA ka të tjera procedura nga Departamenti i Shtetit. Duket se në rastet e sanksioneve të Departamentit të Thesarit ka një lehtësi në vendimarrje përderisa kjo është listë e zezë e cila po pastrohet nga administrata Trump. Ndërkohë në rastet e non-gratave që caktohen me firmën e sekretarit të shtetit, ende nuk ka një vendimarrje apo sinjal nga SBA për të dhënë shpresë tek politikanët e sanksionuar. Ish kryeministri Sali Berisha shpreson në një vendimarrje pozitive nga administrata e Trump, edhe pse publikisht ka deklaruar se nuk ka lobuar për heqjen e non-gratas, por një kontrat lobimi me vlerë $6 milion për 2 vjet është interpretuar si një lobim jo vetëm në raportet politike mes Partisë Demokratike dhe Republikanëve apo institucioneve amerikane, por edhe si një tentativë për heqjen e non-grata për Berishën dhe familjarët e tij.